Varsja e princeshës. Princesh, bia ime, të kam thënë shumë herë. Të kam thënë, Florimonde, duhet të martohesh. Mos vallë po flisja me murin. Ashtu është, baba. Nuk dua të martohem. Fatkeqësisht nuk është zgjedhja jote. Nëse më lejohet, princesh, të martohesh mund të jetë gjë e mirë. Princat janë të pashëm. Sigurisht, mund të shohësh të mirën në zgjerimin e aleatëve të mbretërisë. Nëse martohem me këdo, ai do të mësoj më shumë për mua se sa duhet të dëshiroj dikush të di. Kjo është arsye mjaftueshme për të mos u martuar. Je e lirë të largohesh. Oh, Clarice, duhet me se s'bën të ta them. Princesha do të martohet. Kjo është një mrekulli. Normalisht do të pajtohesha, por besoj se princesha ka një sekret. Çfarë mund të jetë, Jolanda? Nuk e kam as iden më të vogël. Si shoqëruesja jote, detyra është ta mbash të sigurt. Duhet ta kesh gjithmonë në vëshkim. Kjo është detyra jote. Oh, princesha! Kur shkove kështu? Kam dëgjuar që burri me të cilin je destinuar të martohesh është mbret. Sa e mrekullueshme është ta marrësh Fronin kaq herët në martesë. Ashtu thua ti? Mund të jetë mirë, princesh. Doja vërtet t'i mbaje mendimet për vete. Oh, nuk e di përse mundohem. Bie dashur, mbreti Piero, ju ftoj të bëni një shëtitje në përkopshtin ton të bukur plot hardhi dhe fruta. Çfarë po thot? A e dëgjon? Nuk po më ndihmon. Është më mirë të shikoj vetë. Ku shkoj? A e pati ju? Po më thoni që ajo u shtu. Madhërie, a u tërhoq mbretin në dhomën e tij me planin për t'u bashkuar me një shëtitje të vonë sot? U ofendua nga parfumi im dhe vendosi të tërhiqej si pretendent. Shpëtova më në fund. Ai donte që unë të shpërngulesha në Spanjë dhe unë nuk pranova. Ati i pëlqen merluci, mua jo. Ma ti nuk i pëlqen bjondet. A i vinte erma në afera shtegra.
Jolanda e dashur, si po ecin pretendentët? E tmerrshme. Sa herë që vjen një pretendent i ri, ai zhduket pak pasi kalon kohë me princeshën. Ajo po i zmbraps të gjithë. A të thash që ka një zinxhir të ri të artë shumë të bukur? Jo. Po, unë jam ajo që bëj të gjitha blerjet për princeshën. Këtë nuk ja kam bler unë. Ku e ka marrë këtë varse të tillë Clarissa? Dhe ku po i gjen këto ruaza të reja? Aha, ndoshta një pretendent sekret. Ajo del fshehurazi nga dhoma e saj çdo natë. Princesh. Duhet të ulumtosh. Mund të jetë në telashe. Nuk i dihet kur. Por princ Florestan, çdo njëri nga pretendentët e princeshës Florimonde zhduket vetëm pak pasi e takon atë. Është një thashëthem që mban të vërteta. Janë marrëzira, Gjervaz. Je një shërbëtor i shkëlqyer, por po kalon me të vërtet shumë kohë duke dëgjuar thashëthemet e shërbëesve të shtëpisë son. Princ Florestan! Princ Florestan! Oh! Të më ndjeni, zonjush, po kërkoj princin Florestan. A e keni para të? Është më mirë ta ndalosh kërkimin. Ti di diçka? Mirë mbrëma, zotëri. Të lutem, më thuaj. Ka diçka të fshehtë që po ndodh me princeshën, zotëri. Pretendentët e saj zhduken. E dia! Por, zotëri, unë nuk mund ta zgjidh këtë për ju. Më duhet të iki. Ju lutem, prisni, do vit ju ndihmoj. Sonte ne mund ta mbajmë princeshën në nënvëzhgim, dhe nëse ajo del, kemi për ta ndjekur. Do të na zhdukësh të dyve me ato marrëzira, absolutisht jo. Nuk mund ta besoj që të lash të më bindje të ndjekim princeshën. Ka për t'ja vlejtur, ke për ta parë. Eja! Ti! Oh! Tani do ta shohësh se ku kanë shkuar të gjithë ti përgjuese. E vetmja mënyrë që të jesh ndonjëherë i lirë përsëri është që unë të pres fillin dhe të heq ruazën. E di çfarë? Nuk kam për ta bërë kur këtë. Nuk më besohet që po shtirem sikur jam një princ. Kanë për të më kthyer në ruaz me kalimin e kohës. Të vazhdojmë, princesh? Sigurisht. Ti je një princ nga një vend aq i largët sa nuk kam dëgjuar kurrë. Neve na pëlqen të rrim të fshehtë. Megjithatë, kemi bizhuteri të bukura. Varsja që mbaj këtu është zinxhiri më i bukur dhe më i fortë prej ari që ka ekzistuar ndonjëherë. A dëshiron ta shohësh? E po, princesh, edhe unë kam një varse shumë të bukur. Madje do thoja që është edhe më e bukur se ajo që jeni duke veshur tani. E pamundur, më lejo ta shoh. Nuk do isha aq i sigurt. Ma trego me një herë tani. Në rregull, por do ta bëj vetëm me një kusht. Do doja të mbaja varsen tuaj. Shumë mirë. Shikoje.
Më thoni, si e keni bërë këtë gjë? Nuk e di se për çfarë po flet. Gënjeshtra, rrëfeuni dhe kam për t'ju dreguar mëshirë. Unë isha e braktisur. Kur isha e re, isha e dashuruar me një djalë të pashëm të stallave. Ai më tha se nuk isha tipi i tij. Ai ku me një tjetër dhe më la zemërthyer. Atë ditë vendosa që do të bëshe princesha më e bukur në botë dhe kur nuk do të braktisesha më në atë mënyrë. E gjeta shtrigën në atë natë në hënën e plot. Ajo më premtoi bukuri, rini të përjetshme dhe magjin për të endur jetën që ndëroja. Një jetë që nuk do të më thuente më zemrën. Nuk pendohem për asgjë. Mjaft me këto ligësi shtrik. Kjo është për princ Florestanin, për Jolandën dhe për të gjithë që ti ke mallkuar duke i kthyer në ruaza. Keni marrë fund. Jo! Dhe në këtë mënyrë madhëria juaj munda unë ta ka princeshën e ligë Florimonde dhe ta kyçja brenda kësaj varseje që jam duke mbajtur. Do që unë të besoj se vajza ime ka qenë e ligë gjatë gjithë kohës? Një shtrig? Po, dhe kam për t'ju aprovuar. Princ Florestan? Çfarë ndodhi? Të besoj, Gjervaz. Të lutem, çliroj të gjithë burrat që vajza ime ka zënë pa mëshirë dhe le të kthehen në mbretërinë e tyre. Dhe ruaza e fundit, zotëri, nuk mund ta përfitoj atë princesh të jetë e lirë përsëri. Ruaza e fundit do të mbetet përgjithmonë në këtë varse, një dëshmi e zgjedhjes së vajzës sime për t'ju kthyer magjisë së errët. Por ende nuk e kuptoj arsyen. Në një kasole, thellë në pyll, keni për ta gjetur shtrigën e vjetër e të lodhur. Ajo e detyroi vajzën tuaj në një moment dobësie të mbyllte pretendentët e saj dhe t'i kthente në ruaza për t'i mbajtur rreth qafës. Rinia e tyre do t'i transferohej asaj, duke i lëmuar lëkurën, duke i ndriçuar sytë dhe duke i gjallëruar shpirtin. Princesha po përdorte dijet e shtrigës mbi magjinë e errët për të hedhur magji që e mbanin të re dhe të bukur, sepse ajo e vlerësonte atë ndjenjë më shumë se gjithçka tjetër. Kur i thatë se duhet të martoj, frika e saj më e madhe ishte se mos zbuloi e vërteta e saj dhe rinia e saj do të zhdukej. Dhe se zemra mund t'i thyej sërish. Ajo dëgjoi këshillat e shtrigës dhe ajo plak e lig hartoi fillin që t'i kthente njerëzit në ruaza. Princesha është një shtrig. Madhëri, princesha Florimond, donte ti ishte hre për gjithmonë. Si e diti të gjithë këtë? Prej kohësh kam qenë duke e vëzhguar princeshën. Sa po erdhi Gjervaz, arritëm t'i bashkonin copsat dhe ta spërthenim të gjithë historinë. Gjervaz, faleminderit për shërbimin tënd. Mund të kthesh në mbretërinë tënde. Je i lirë. Ndërkohë, unë kam punë të tjera. Lam të mirë i dashur Gjervaz. Faleminderit që më shpëtove jetën. Kënaqësia është e gjitha e imja. Çfarë do të bëni tani? Po, nuk e kam iden. Pa princeshën nuk kam asnjë qëllim këtu. Eja me ne. Vërtet? Absolutisht. Mbretëria jonë do e kishte për nder. Për më tepër, do më duhet pak ndihmë me princ Florestanin. Po, do të vi me ju.